Drejtoria e Hetimit Tatimor në bashkëpunim me Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimet në terren ka vijuar kontrollet në Vlorë dhe Sarandë në vijim të aksionit për verifikimin e pagave të punonjësve në sektorin e ndërtimit, por dhe kontratave të shitjes apartamenteve nga agjencitë imobiliare. Nga aksioni në këto dy qytete janë identifikuar agjenci imobiliare dhe kompani ndërtimi të regjistruara, të cilat operojnë me një NIP të vetëm. Evazioni fiskal ka qenë në shuma të konsiderueshme për këtyre subjekteve. Shkelje të tjera janë vërejtur me mos deklarimin e punonjësve të ndërtimit në sistemin tatimor. Gjithashtu janë sekuestruar njësi kompjuterike me të dhënat kompjuterike, të cilat janë nështruar analizave të specializuara. Nga 16 janari, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka nisur kontrollet në terren. Kontrollet do të përfshin subjektet që nuk kanë respektuar paga dysheme të caktuara nga tatimet prej 1 dhjetorit 2025 për shkak të deklarimit të pagave më të ulta se sa realisht janë tatimet muajin e kaluar, publikuan listën e pagave për sektorin e ndërtimit në varësi të çdo profesioni. Me përjashtim të sanitarëve që do të kenë si dysheme pagën 60.000 lekë, të gjithë të punësuarve të tjerë nuk duhet të deklarohet rrogë nën 80.000 lekë. Me këtë listë të tatimeve paga dysheme në ndërtim e rritin automatikisht rrogën mesatare të sektorit nga 68.000 lekë në 85.000 lekë. Çdo biznes që nuk e respekton këtë vendim të tatimeve do të konsiderohet me risk për nëndeklarim dhe do të jetë subjekt kontrollesh. Hetimet e tatimeve në këtë sektor janë shtrirë dhe tek shitja e apartamenteve, përfshirë dhe parapagimet nëse shoqërohen me fatura të rregullta transaksioni, tek shoqërimi i mallrave me faturë apo deklarimi sakt i kontratave të qiramarrjes së ambienteve.